Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Vila 24, ku unë jam këtu së bashku me Katin ty. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dashur. Javë të mbar, Katerin. E mbar qoftë edhe për ty. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur, një javë të mbar dhe ju ftoj këtu te këndi Joni Gatimit për filluar të treguar recetat të përcjellim për juve sot. Kemi përzgjedh sot një supë kremoze të cilën do ta bëjmë me kungull. Është ky kungull I verdhë dhe për aromatizues, domethënë kemi siç e shikoni këtu që nga ginger, kemi hudhër, kemi miksin e erzave, kemi këto farzat e speci djegës që janë shumë të mira për përgatitur këtë lloj supe, miksin e piperave, vaj ulliri sigurisht, do të përdor një lug vaj, një lug gjalp, ose mund të përdorni vetëm vaj, sepse në fund fare ne do ta shoqërojmë me pak pana. Dhe gjithashtu do të kem këtu edhe fara kungulli, që do të jenë ato në momentin e fundit për ta bërë akoma edhe më të plot, më të shijshme, më të shëndetshme këtë supë. Bëhet shumë e mirë. Rëndësi ka që të keni këto përbërës që unë ju përmenda, por dhe si përbërës kryesor që është kungulli. Kungulli që është i stinës patjetër, kemi specie që bën një kombinim shumë të mirë. Po, Anira. Faleminderit. Ja kam kërkuar unë Kati të supën me kungull. Dhe I thash që po I premtova që do ta bëj dhe sigurisht që do ta bëj për Anilën dhe do ta bëj edhe për të gjithë ju që na ndiqni. Gjithashtu do të përdorim spec, që shikoni specin e kuqe që e dini ju më tani sa vlera dhe vitamina përmban speci kuq, sidomos vitaminën C. Qep të thatë hudhër, por kemi hudhër atje. Nëse nuk keni atë hudhërën pluhur, mund të përdorni një 2 thelpin kështu, domethënë nëse janë në formë të tillë që do ta bëj kavërdisje në tenxhere, sepse bëhet në dy mënyra. Mund t'i marrim të gjitha këto dhe t'i vendosim, t'i pjekim dhe pastaj t'i furlotojmë. Por unë mendoj sot t'i bëj në tenxhere t'i sjell më kollaj. Domate. Edhe këtu kam që tregoj edhe gingerin dhe me thënë të freskët, edhe gingerin plur. Neve jemi të hapur, tregojmë dhe ato që ndodhin të dyqanit e kompania Neranci, por nëse juve keni dëshirë, mund përdorin dhe hudhrën e freskët, edhe gingerin e freskët. Pra këto janë për këtë kremën, supën krem që do të bëjmë me kungull. Por kemi edhe këto bugacet që shoqërohen mjaft mirë me këtë supë, kështu që e keni të kompletuar drekën. Do të bëjmë bugacet të cilat neve këto do të bëjmë me kos, me vez, me sod dhe ajo që është shumë e rëndësishme për njerëzit që kanë probleme me glutenin, do të kemi këtë mielin pa gluten, gluten free, që e themi ndryshe. Edhe krip. Pra janë këto dhe në fund fare një lugë gjalp që do t'ju lijem në momentin që I nxjerrim nga fura për t'i bërë akoma edhe më të shijshme, por para se t'i vendosim në furrë do të hedhim edhe pak susam sipër. Fillojmë me supën që t'i vëmë me një herë këtu që na bëjnë gati dhe kalojmë një spuna për supën. Ja, shumë e thjeshtë supa. Prandaj them që ta nisim me supën duke shtuar një lugë gjalp, një lugë vaj. Një lugë gjalp dhe një lugë vaj ulliri. Pra, kombinimi I gjalpit me vajin e ullirit përgjithsisht në përgatime është një kombinim ideal që I shton shumë shije. Sigurisht kur din të zgjedhim edhe produktet e duhura, si gjalpin, ashtu edhe vajin e ullirit, ne sot I kemi zgjedhur nga kompania Neranci. Dhe jo vetëm këto dy produkte që nisin gatimin e kësaj dite të hënë, gjithçka që kemi në tryezën tonë, gjithçka që do të keni të prezantuar në recetë dhe me qindra produkte të tjera ju I gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranci, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Ju ftojmë vazhdimisht që ti vizitoni, jo vetëm për të gjetur produkte që nuk I gjeni kërkun tjetër, jo vetëm për t'ju siguruar një shëndet maksimal për shkak të sigurisë ushqimore dhe markave më të mira ndërkombëtare që vijnë ekskluzivisht vetëm në logon e Nerancit, por edhe për të balancuar një dietë të shëndetshme, për të ruajtur një regjim ushqimor të domosdoshëm në shëndetin tonë. Kështu që ndaj ju propozojmë sepse e dim që shëndeti vjen pikërisht nga ajo pjata që ne kemi përpara, nga I vakti që ne nisim ditën, deri tek vakti I fundit ku ne mbyllim një ditë të gjatë me angazhime me lodhje. Ndaj kemi nevojë për energji, për vitamina, për vlera ushqimore që I marrim pikërisht nga ushqimet. Atëherë, siç e shikoni të dashur Anvisa, edhe domaten edhe specin e kam hedhur me gjithë pjesën e cipës, që në momentin dhe kam hedhur kështu të plot, me qëllim që të kem mundësi që të heq më kollaj atë pjesën e lëvorit, domethënë të specit dhe të domates, nuk I kam soptuar. Gjithashtu edhe këto, thjesht duam që t'i kavërdisim për të lëshuar ato aromat e mira, kam shtuar pak krip dhe në momentin që do të shtojmë edhe ujë, do të shtojmë edhe një lugë mix nga ky erzash, domethënë ose mix erzash ose një lugë
perimesh, që lëngun e perimeve e bëjmë me këtë miksimin e erëzave, sepse këtu përmban, do me thënë edhe qep, edhe në këshu spec, ka, do me thënë miksimet të ndryshme përveç se erëzave që ka brënda. Kështu që pasi i ka vërdisim lekë, se nuk ka nevojë për një ka vërdisje të rëndë, thjesht aromatizohen pak, dhe të nxjerrin ato aromat e mira me gjalpin, me vajin, dhe hedhim direkt ujin. Është shumë e thjesht për të përgatitur supa. Dhe do të shtojmë ujin tani. Tani do hedhim ujin, nuk ka nevojë që të qëndroj për më tepër. Okej. Do t'i shtojmë edhe një lugë nga miksi erëzave. Të gjitha perimet që kemi shtuar në tenxhere do të grihen më pas? Po, do t'i frullotojmë, do t'i bëjmë me një makinë grirëse, ose me makinë grirëse, se s'bëjmë me atë të dorës, me atë të dorës, ose dhe nëse nuk kam me një blender. Çfarë të kemi? Pra, do të kemi një supë kremoze, ndaj edhe e nevojshme është që të kaloj në një grirëse, si pas asaj që ju keni në shtëpi, ose po besoj gjitha zonjat e kanë qoftë një grirëse dore. Ujin e hedhim në mas dhe e lëm tani që të zijej. Okej. Do t'i lëm të zijnë dhe do të rikthehemi këtu, pastaj për treguar, do me thënë ta përfundojmë duke shtuar gjithë këto përbërës të tjerë që ju thamë, to do t'jenë në momentin e dytë. Pasuri pak duar dhe me njërë filloj për përgatitur bogatë. Recetat, nuk e kemi parë recetat ende, kështu që shohim të gjithë përbërësit që na duhen për të përgatitur supë me kungull të thatë, dhe kjo është e gjithë lista. Na duhet një kungull mesatar, pra ky kungulli me ngjyrën e bukur portokalli, që është dhe e sezonit të vjeshtës, na duhen 2 karota, një qep, një botë hudhra ose një lugë me hudhër pluhur, një domate, një spec të kuq, një lugë mix erzash, një lugë fara speci djegës, 2 lugë vaj, një filxhan pana, krip, piper, ginger, fara kungulli për servirje. Do të nisim tani me njëherë përgatitjen e pogaçe me miell pa gluten. Na duhen 750 gram miell pa gluten, na duhen 500 gram kos, një vezë, një lugë sot buke, një lugë krip, një lugë vaj, një lugë gjalp, një të verdh veze dhe susam. Një, të gjitha me nga veza deri në fund. Neve jemi 1-2. Atëherë të dashura misa aty ku lexoj Anila, ishte ajo pjesa e një kokë hudhër, themun, kjo përdoret nëse vendosim për të pjekur. Kur hudhra piqet, do me thënë në furrë, do me thënë e ka shumë më si tuash aromën, e ka shumë të butë. Nuk e ka të fortë si do ta vendosim unë brenda tek tenxhere që i ka vërdisa, vendosa vetëm 2 thelpin. Ndërsa nëse do t'i vendosni në furrë që t'i piqni, se thamë që në të njëjtën mënyrë mund t'i vendosni në furrë duke spërkatur me pak kripe dhe me vaj, t'i piqni në furrë dhe pastaj t'i kaloni në që t'i grini, duke shtuar pastaj. Aty duhet më shumë, pra, më shumë në sasi. Duhet më tepër. Prandaj dhe i kam vendosur ashtu, janë 2 mënyra. Tani ne do përdorim këtë lloj miellin, i cili është pa gluten. Marim ato gëshërët Anila. Gëshërët, ja, ku i keme? Ordëra. Faleminderit Anila. Jam shumë kurioze të shoh se si do ta bëjmë këtë recetë, sepse është bëhen shumë të mira. Recetë tradicionale. Tani hedhim fillimisht kosin, pra 500 gram kos, të cilin i kam hedhur pak, që e kam shplar me pak lëngje. Do të shtojmë këtu një vezë. Edhe vezën tjetër do të mbajmë sepse do të bëj lyerjen. Madje të kisha mbajtur dhe një ashtu pak kos këtu, sepse më duhet. E që është pra? Do i mbaj pak kos. Ja, një lugë që do bëj me të verdhën e vezëve, pastaj është mjaftueshëm, s'ka nevojë. Sepse do të më duhet të verdha e vezëve. Edhe mos më shkoj e bardha, do me thënë të shkoj kot. E hedhim të brenda, s'ka problem. Po. E mirash, që asgjë në kuzhinë të mos shkoj dëm, edhe kur ndaj vezën, ta përdorim diku? Ja, hedhim të verdhën se do të na duhet në fund. Okej. To s'na duhen do t'i hekim. Gjysmë litri kos dhe një vezë dhe të bardhën e vezës së dytë që ne shkoputëm veç të verdhën. E përzijem vezën me kosin. Do t'i shtojmë këtu edhe krip edhe vaj. Kripa. Krip. Sot është ajo, po? Sot. Që mos lave kripat brenda, mos marim lugë tjetër se s'ka problem. është një lugë të çajit. Një lugë e çajit është sa gjysma, do me thënë, e kësaj. Madje një çik më tepër se. Duhet të janë të fryra? Po.
Ky është baking powder që nuk ka rëndësi tani këtu për punën e baking powder, s'ka nevojë që të hedhim, sepse baking powder është ajo që e mban të butë. Neve të butë do të na mbaj kosi. Ja, e shkon se si pëncojnë gjërat në kuzhinë. Pra, nëse një produkt ka jo vetëm rolin e shijes, por edhe ka një funksion të dytë, si për fryerje apo zbutje, ne mjafton të përdorim. Edhe ngjyrë mirë e vajit të ullirit, më thënë sa më ashtu siç duhet. Shumë të mirë ka në rëndë vaj në ullirit në fakt. I lëm këto këtu, s'na duhen më. Tani, ajo që do na duhet i përzim, ta heqim edhe. E do shtojmë mielin në mënyrë graduale që të bëjmë një brumë, si një brumë, do me thënë, të byrekut, diçka e tillë, një brumë të butë. Jo dhe shumë të fortë. E hedhim në mënyrë graduale. Kjo është një miell pa gluten, që është i përdorshëm për njerëzit që kanë probleme, domethënë, nga gluteni, edhe kjo është një zgjidhje e mirë për ta, për të përgatitur të kenë, domethënë, edhe në trajtën e bukës. Po. Tani do ta shikojmë kështu dhe pastaj do hedhim nga pak. Nëse do na ngelet kohë, mund të bëjmë edhe ca petulla me energjik, me këtë mielin pa gluten. Petulla me energjik, shumë mirë e kemë bëjnë shumë të mira ato. Jemi ende në Të mëngjes. shikojmë se si do na vi koha. Ndërkohë që supa po zihet. Supa po përgatitet. Ne kemi nisur këtë të hënë me supë me kungull edhe me pogaçe. Nuk kemi bërë fasule sot, as thjerza. As thjerza. Kemi ndruar menun. Të mos jemi të parashikueshëm. Kemi kaluar, do me thënë tek vazhdojmë edhe të punojmë brumin, derisa të na litet, është një brum që ka nevojë të qëndrojë, të pushojë. Jo, nuk ka nevojë të pushojë, është një brum që përgatitet edhe bëhet shpejt. Ka ti për supën të ke përdorur gjysmën e këtij kungullit, ë? Më shumë se gjysma, mbajtën pak, do me thënë aty dhe më shumë se gjysma. Kungull dalin shumë mirë edhe thjesht të pjekur, nuk e di ai përdor të pjekur në furrë. Edhe në tham për recetën, po, bëjnë të pjekur dhe bëjnë shumë të mirë, madje mund t'i pjekim edhe t'i shërbejmë me mjaltë edhe me ara, edhe me kos, ose me djathë të shkrirë, bëjnë shumë të mira. Plot ide në fakt se si kungullin mund të sjellim në recetat tona. Mundësira të kesh, do me thënë produkte, se pastaj... Ndonjëherë duhet edhe ideja. Duhet, patjetër. Shumë ja të pron ky kungulli që nuk na duhet i gjithë për supën. Mund ta pjekim atë. Duhet ta mendojmë se çfarë do ta. E vëmë në anë të bugaçit dhe ta pjekim neve. Ta pjekim thua? Po, kemi edhe djathë të shkrirë, kemi do ta vendosim në një kështu. Ja, i shtuam edhe diçka tjetër. Se i shkon edhe menu sot, meqense edhe supën e kemi me kungull. Pse jo, të mos e kemi edhe një cop kungulli të pjekur të shishëm. Anastasi të supës dhe një pogaçe shumë të shishme, të cilën do ta zbukurojmë edhe me farat e susamit, se shumë që kemi një kutizë me farat e susamit, që kur përgatisim brumra, qoftë një bukë, qoftë një picë, është vërtet bën një diferencë. Unë kam shumë qef. Këto janë ngjyrë kafe në fakt që kemi zgjedhur sot. Dhe ka shumë vlera ushqyese, që është e vërteta duken thjesht të kokrizat e vogla të farave, të cilat na sigurojnë energji, yndyrna, karbohidrate, proteina, të domosdoshme. Mund të përdorni edhe në ëmbëlsira, në smoothie, pse jo. Atëherë, vazhdojmë edhe punojmë brumin. Eshtje, brumi do përqëndrim. Nuk është heq kollaj. Edhe pse Kati i qanë brumrat. Ndonjëherë, Kati, ke parasysh të duket sikur në kuzhinë, gjithsecila prej zonjave, po edhe zotrinëve që gatuan, ka një pikë të fortë të vetën. Dikush gatuan mirë mishin, dikush gatuan mirë ëmbëlsirat, që e di që e ka si pikë të fortë. Ti çfarë ke? Do me thënë, unë si konsumatore e pjatave të tua, preferoj brumrat e këty. Vetë ku e ke atë që ti e di që do shkëlqesh, le të theme? Ose çfarë pëlqen më shumë familjarët, meqense ai është testi më i gjatë në kohë një gruaje, shtëpia. Tek pasticcio, do me thënë ajo pasticcio me mish, edhe ato tradicionale që i bëjmë kështu, do me thënë, të ndajmë tani. Edhe
musakaja, që ma pëlqenë do me thënë, edhe bukët. Bukët e shikon, ja. E kam gjetur dhe unë një ndër. Edhe bukët, do me thënë, janë shumë darë t'i ndajmë kështu një dhe pastaj do t'i hapim edhe më te përse duan. Pra, kjo dojtë jetë trashësia e mbrumit. Një brum buke paka shumë. Pak më i shkrifët, pak më i butë. Po, kosa është që i shkriferon, do me thëmë, kosi. Tani kemi atë tavën që kemi atje, kemi vendosur letër guzhin, do të vendosim atje. Atëherë, marim tavën. Një, tani i hapim kështu me dorë, sepse këto, gjatë momenti që do piken, do të arrisin volumin. E vendosim të para dhe pastaj do të bëjmë edhe pak me pirun, shikojmë me qëfar do të mendojmë që ta. Sepse ajo që bëjmë ato shpimet, ndihmon për të rritur volumin dhe për të pjekur në brëndësi. Si i theme në manilat? Ti thua për të ajrosur. Do në marri kjo të lineve. Atë po mendoja, se nëse do të fryhen... Do t'i bëjmë pak të stërgjatura, ose të bëjmë dhe një edhe pas të tjetër, ndavëm diku tjetër. Vendosim një tavë tjetër, thua? Ta bëjmë një të vogël, mos ta... Bëjmë 3 për momentin, pra vendosim 3 të parat për të pjekur, që edhe nga shtëpit të shohin se do të përfundoj, dhe këtë të fundit e vendosim... Do të vendosim në një tavë tjetër. Bashkë me kungullin. Po, bravo, kemi dhe kungullin. Ka rëndësi tani forma, mund të jenë të stërgjatura, të rumbullakta, ato i jip një vetë atë. Të talëm këtu, të marim një pirun tani që t'i bëjmë ato vrimzat. Sa të laj kati duart. Sa të laj pak duart. Do t'i vendosim në furrë për pak, ku do të tregojmë edhe se sa kohë do t'i duhet pogaçeve për t'u pjekur dhe temperatura që duhet të respektoni edhe ju në shtëpi. Kati? Po. Me që unë e përmenda, na e thuaj edhe temperaturën. Jo, tani kjo nuk do shumë kohë, do thjesht për 20 minuta, edhe do t'i kemi gati. Edhe temperatura në 180-200 gradë. Okej, nuk da shka shumë. Do të bëjmë kështu. Si ato kulaqët tradicional. Ja, kështu do t'i bëjmë tani. T'y lyejme pak vezë. Ako e kemi. Këtë vezën që kemi me pakës kos? Po, do t'a përzim edhe do t'a... Një luk kos dhe të verdën e vezës, gjatë kohës që përgatit edhe do t'i bëjmë edhe me susam. Më vete. Pikërisht për këtë momentin tani, para se t'i vendosim në furrë, do t'i rahim të dyja bashk dhe do t'i bëjmë edhe me susam. Ta hap dhe unë kutinë e susamit? Po, mund t'a hapë, Shanila. Se ku kam në atë furshën, se atë po kërkoja, po s'ka gjë. Furshën do t'je? Furshën doja unë tani, po s'ka gjë sani, se shiko si do t'a bëjmë neve, do t'i vë nga pakun këtu. Kjo e hona është pak e sikletshme. Në s'ka gjë, na lëvizin gjërat zonjat që bëjnë këta regullimit, këto sistemimet, po ja, s'ka gjë se shiko. Ndodhë në një që s'kemi dhe furshën e në shpi. Po, po dhe në shpi nga kun pasin e jarë gjërat, s'mbaj mënd ku i vëm, i ndryshojmë vëndet. Në shpi ndoshta jo se jemi vetë zonjat, po... Të ndodhë kur janë ndronë vëndet ndë njëherë, se mua më ndodhë që kur sistemoj raftet e kuzhinës, dolapet e këto, i ndrojnë në i vënd kështu. Edhe harroj pastaj. Edhe furqat të njëtën gjë do bënde, nën ato na i bëni me dorë. S'kam pas furqat ere. Drejt. Kështu që ja dhe neve e realizuam si opcion, do me thënë mënyrën se si do t'a bëni, më bënë. Tani do t'i hedhim edhe susam. Farat. Edhe do t'i vendosim në furrë dhe do bëjnë shumë të shishme, të buta, të shishme nga kosi, edhe për ata që thamë që kam probleme me shëndetin,
janë bukë për kaluar vaktin e drekës, bashkë me supën që ne do përgatisim sot. I vendosim në furrë, të ndezur furrën përpara në një temperaturë që thamë 180-200 gradë, do t'i lëmë për 20 minuta, 20-25, do t'i shikojmë. Prit të videon. Asë s'ka gjanela se për hapun. Baj, moj, Kati, se bëm gjithë të punë, imaginon tani të na... Faleminderit. Okej. E mbyllim. Faleminderit. I vendosëm në pjesën e dytë do t'i kemi gati për t'i nxjerrë nga furra. Si jemi me kohën që të dim. Besoj duhet jemi në 2 minutëshin e fundit, por regjia do t'na e konfirmoj. 2 minuta fix kemi, kështu që në këtë 2 minutësh, edhe një sy supës themun. Kujtem dhe njerë çfarë kemi bërë për ju që nuk na keni parë nga fillimi. Ja, supa po vazhdon që të bëhet, si që shikojmë, dale kjo nga që është me i gjallë, speci është zbutur goxha, edhe thamë që do të hekim pjesën e ashtu, edhe kungulli është zbutur, pra është një supë që bëhet shumë shpejt gati, dhe kur do të rikthehemi neve, do të kemi gati pasaj për të reguar, për të hequr këto pjesët, dhe për të bërë ato dhe me thënë që të sillim një trajt kremozë, dhe besoj që unë do të kem gati edhe mielin për të bërë dhe një 2 petulla, se besoj do kemi kohë, Anila, nuk e di si do jemi kohë. Edhe unë mendoj që do kemi kohë në pjesën e dytë të përgatisim edhe petulla, sepse supa na do thjesht një grirje dhe pogaçet do duhet thjesht të presim që të piqen dhe ti shërbejmë më pas, ti tregojmë të përfunduara. Ndërkohë do vendosim dhe atë, vendosim dhe kungullin dhe të dyja këto ti vendosim për të pjekur. Okej. Mirë, a bëjmë pak pushim ne, sistemojmë edhe kuzhinën dhe bëjmë i gati që vim tek ju pas pak minutash për të vijuar këtu ku i kemi lënë punën. Ja, ku jemi përsëri në studio, duke përmendur Kati, këtë e kemi ujnë, e kemi energjikun, e kemi mielin, e kemi gati për të... Do t'i bëjmë tani. Okej, se do të shtojmë ca petulla sot, që janë gjithmonë shumë shishme. Me që kemi kohë, ja të marim, të me thënë, ja këshër Danila. Kemi ujë të, do me thënë, jo të ftohtë, pak, do me thënë, të vakët. Të vakët, as të nxehtë. Pak, jo të nxehtë. Unë këshu i hedhë mielin, edhe do shikojmë pastaj se sa ujë do marë. Nëse të hedhim dhe në energjiku, mund të përdorim edhe të freskët, Anila, kam aty të hedhim sa gjethe të freska se i bën mirë. Ku i ke? Ja, tasja ti për ti. Ti marrëm disa gjethe, sa të duan? Merëm sa gjethe të zakë shu. Sa gjethe të zakë shtu. Edhe ti hedhim dhe krip. Do t'i hedhim edhe pak lëng limoni që mos të thithin vaj. Edhe të lutem, edhe atë më jep mua thikën. To do t'i hedhim kështu. Edhe thikën. Të mdhaja. Ja, ku e kemi. Ndërkohë, po ju kujtoj për ju që s'na keni ndjekur nga fillimi. Çfarë kemi bërë ne sot në kuzhinë? Si e kemi nisur javën në këndin tonë të gatimit në Vila 24 me një supë kungulli fantastike, kremoze, të stinës, të shëndetshme, të cilën e kemi ende në tenxhere duke u zier. Pak më vonë do të kujtojmë edhe se si ka nisur puna, edhe si do të përfundoj deri në grirje dhe në shërbimin në tasin e supës. Kemi bërë pogaçe që i kemi vendosur në furrë. Më falë, ndjesë Anile, po do me thënë një lugë të qajtë, lëng limoni, edhim tek mielli brënda, këtu që do të bëjmë përzirje, me qëllim që mos të thithin vaj gjatë momenti që i skuqim. Shu që krip kemi hedhur, tani jemi në momentin që do hedhim ujnë, sa unë të bëj brumin gati, Anila mund të thuash diçka. Unë arrova që po thoja. Ndjesë që të ndërpreva. Po thoja, çfarë jemi duke bërë, çfarë kemi bërë dhe çfarë do të sjellim të përfunduara si receta deri në orën 10. Pra po thoja që në furrë kemi vendosur pogaçet që janë duke u pjekur me fara susami sipër, me një brum të zënë me kose vezë, ndaj do të jetë të shkrifta të shishme gjithashtu. Një kombinim shumë i mirë, pse jo, për të shoqëruar edhe këtë supën me kunguj që do të përfundojmë pas pak. Dhe kemi shtuar dhe një recet fare të thjesht, si që janë petullat me nenergjik. Petullat janë gjithmonë të preferuara në çdo orë të ditës, nëse i kemi aty në shtëpi, konsumojmë nga një, pse jo për mëngjes e dim që shijojnë shumë, pse jo për t'ia dhënë dhe fëmijëve me vete në shkollë. Janë gjithmonë një recet
tradicionale, por që vjen në mënyra të ndryshme. Sot nuk i kemi të thjeshta. Zakonisht në thoshni në gjyshet, Anila. Ajtë të bëj gjyshet dy petulla. Po, se bëhen shpejt edhe shumë të mira. Në mbërsirat. E, mos të bëhen nostalgjike tani. Jo, në rregull. Edhe pse kuzhina, receta, është nostalgji. Të lidh drejt për drejt me fëmijërinë. Me gjyshe, me nënën, me çdo aromë, një hallat, me recetë, tezet, me kë. Gjithçka në fakt të kthen në fëmijëri. Mënyra se si ne jemi rritur na bën që të preferojmë gatime që na rikthejnë pas në kohë, edhe atë shihen që është si një fotografi në fakt. Qoftë edhe vetëm aroma është realisht si një fotografi që të kthen në atë momentin kur ti e ke shijuar apo e ke jetuar. Atëherë të dashur Anvisa, unë momentin që qëndruam që bëm pushim, si shihoni kam hequr pjesën e cipës së domates edhe të specit. Tani të gjitha këto e kam gati edhe një pjesë të qepës, sepse nuk e duat që ta tret të gjithë pjesën e qepës që kam hedhur brenda. Do ta tërheq këtu. Nëse keni një lloj makineri të tillë, mund ta bëni. Po, kjo është më e thjeshta në fakt që ndaj thashë që në fillim që pavarësisht blenderave apo pajisjeve të ndryshme që mund të keni në shtëpi, përgjithsisht kjo është ajo grilsja e dorës, siç e quajmë ndryshe, që zakonisht zonjat e kanë. Dhe mua më kujton fëmijët e vegjël kjo, që përgjithsisht mamat me fëmijë të vegjël këtë grilsën e kanë pajisjen e vetë më të preferuar dhe më të zakont për t'i coptuar. Ka ti e ke keq tenxherën aty, se na zë të gjithë planin. E kam vendosur këtu Anila për arsye se më duhet kjo. E kuptova. E kemi gati. Edhe duhet ju them Anvisave që unë nuk jam e asaj supe, sepse themi sup kremoze, jo sup brum, do me thënë tjetë shumë e piksur. E transha fare. Kështu që kështu është fiks ashtu si duhet. Tani është momenti që do të bëjmë këto aromatizimet. Po. Që thamë, mund të zgjidhni të freskëta apo pluhur, në fakt në rastin e hudrës pluhur, gingerit pluhur, janë një zgjidhje, sepse përveç se vinë në paketime të mëdha dhe duke qenë se ajo që përdoret është kryesisht një lugë çaji, po themi, në një gatim, e keni aty në shtëpi, edhe sa herë që ju duhet gingeri në recetë, sa herë që ju duhet hudra në recetë, nëse mungojnë të freskëta në shtëpi, e keni të zgjidhur. Për më tepër në rastin e hudrës ne kemi përmendur shumë shpesh që ka persona që nuk e duan ta konsumojnë, nuk duan ta shohin ashtu as në pjada, as ta ndjejnë atë shijen gjatë përtypjes dhe në formën e pluhurit vjen më e butë dhe ka thjesht atë aromën e hudrës, pa bezdisur në shije më shumë se ç'duhet. Ndaj shumë persona e zgjedhin ta përdorin në këtë formë. Tani supën një përzierje do ta kem gati për ta servirur. Do vendos tiganin këtu për petulla? Po, sepse petulla do t'i bëjmë dhe do t'i skuqim menjëherë tani. Ndërkohë, po gatet me ç'po shihja, janë gati? Me syrin tim, po. Po, dhe duhet jenë gati, se ora ka kaluar. Kështu që të vëmë temperaturën këtu. Mund ta vendosësh Anila ti temperaturën, të rregulloj supën, dhe të marr lutem edhe brenda se kam 1-2 speca. Pra, vendosim temperaturën maksimale. Tek petullat kemi thënë që skuqja është një proces tjetër i rëndësishëm, që duhet të nisë me një temperaturë të lartë të vajt, të tiganit, dhe pastaj nëse e shohim që na ka marrë nxehtësi më shumë se ç'duhet, që të mos rrezikojmë të na skuqen nga jashtë dhe nga brenda të na mbeten të qullta, duhet të lëvizim me temperaturën duke ulur nga pak, që të ruajmë një skuqje të barabartë të gjitha lugëve. Sa e mirë duket. Vlera, vitamina, çfarë nuk ka kjo? Kati çike këto? Speca. Kjo që nga e bukur për dekor, ja që na ruan kati në frigorifer. Se nga se që na i gjenë, sa është bërë pak me avull, se këndërmgjajnë. Si lullet vogla, si farale janë speca. Speca djegës? Po. Kur i gjenë këta? Tani, si do që e hodhëm pak në u bë. E mirë, gjithmonë do. Tani. Fara do t'ja shtojmë kështu nga sipër? Po, nga sipër. Edhe pana. Ja hedhim edhe në shërbim, por mirë më duket mua kjo supa.
Edhe mund ta hedhim edhe brenda, po e hedhim edhe në momentin që shërbejmë. Po. Vendosim ndonjë nga këto tani. Shumë bukur. Edhe një të vogël. E rëndësishme është zbukurimi i pjatës. Do po aq kreativitet edhe po aq durim sa vetë gatimi. E mirë, ato janë Anila në ato gjërat më moderne, edhe tani mundohemi edhe në shtëpi, edhe në sigurisht që ka shumë zonja që kujdesen edhe për atë mbulesën që do vë në tavolinë. Mbulesa është gjë e madhe faktikisht. I jep gjithë bukurën. Sa farza të vogla, një supë tipike vjeshte. Edhe shumë vitamina. Prap i shkon edhe kjo në rreziku që të thyej atë. Po, edhe pak as jeshile aty. Apo të vëmë këtë më mirë. Edhe më të bukur. E ndërkohë do shtojmë dhe farat e kungullit. Nga biseda që bëm javën e kaluar me nutricionistin në studio, mësuam se në këtë ndryshim sezoni, në këtë fazë të ndryshimit të stinëve, ku ndryshon pothuajse i gjithë mënyra jone të jetuarit, sepse erësohet më shpejt, pra duket sikur dita kalon pa qenë produktiv, duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën si ushqehemi, pikërisht për të rifituar ato energji dhe humorin që ndonjëherë na mungon në ndryshim stinësh. Dhe një ndër produktet që ne përmendën si shumë të shëndetshëm dhe si një furnizues i mirë i energjisë ishin pikërisht farat e kungullit. Gjithashtu me sa di janë shumë të rekomandueshme edhe personat që vuajnë nga diabeti. Po, sigurisht. Diabeti, prostati. Edhe këta. Ja, kështu. Të lumshin duart. Sa e bukur ka dalë kjo pjata sot. Dhe këto se u morë mbasaj dhe i dojgjën. Haruam petullat. Edhe petullat. Po ka qetë. Ma zë përpres diti i shojim ato. I haruam këto pa, le petullat. E haruam. Ke haruam, jo, janë ata mama i sa që duhet. Shikoni pak sa të shishme duken. Të ftojnë shumë e njëherë ti provosh e ti konsumosh. Aromën e kanë shumë të mirë. Ne që e nuhasim nga këtu, ju duhet ti përgatisni edhe ta pushni edhe ju u dojgjën? U dojgjën, s'ka gjë. Sa të mira. Shumë të mira dollën dhe to. Tani të bëjmë edhe petullat. Të bëjmë dhe ca petullat. Ca petullat. Me energjik. Me energjik. Vajna kemi vendosur për të ngrohër. Besoj do ketë marrë temperaturë. Kërcitjen ka filluar ta bëj. Atëre, këtu kemi hedhur miell në energjik, kemi hedhur limon, krip, edhe ujë të vakët. Do t'i bëjmë lug-lug. Do dhe pak në fakt, po. Do dhe pak, po lërë edhe pak. Që të filloj me një herë skuqja pastaj. Se s'do kemi kohë, Anila. Për çfarë? Që ti nxirrim pak të një tigan. Unë mendoj që do kemi kohë ta nxirrim një tigan. Prandaj po i nxitoj ti hedh. Që të harin kohën të bajen. Të ishin petullat më të thjeshta që përdorim, me lug-lug, ose petullat që i bënim me atë filxanin, me mbajtësen e filxanit të kafes. Tavlën, pjatën e vogël, me atë bënim petullat. Që mernim atë që të bëjshin pak më të mëdha, se këto lug-lug. Ato bëjshin më të shpejta. Dhe në shtëpi, në fakt, ka gjithmonë mjete kësho alternative rrethanore për të... Po, ato kishin gjyshet në natona, nuk e në kam pasur. Për shumë, mama të biskotave, i kryenin me ato gotat e rakis. Gotat e rakis. Bëjnë shumë të mira, bëjnë të shishme. Këto që i përdorim shumë energjik, përdorim shumë kur kemi diare për shumull, që kemi dhimje barku dhe këto. Kur fëmijët e vegjël kanë probleme, do me thënë, me askaride, do me thënë, rekomandohet për të pregatitur petullat të tilla, madje i hedhin dhe pakës hudhër brenda, edhe në energjik, dhe të dyja kombinimi këtyre, do me thënë,
i ndihmon fëmijët që të pastrohen. Kështu që përgatituani fëmijëve, janë shumë të mira, madje janë edhe të shijshme përveç se është e vërtetë që në Analgjiku luajnë domethënë dhe atë rol. Shumë të mirë në gatim. Edhe kështu si bufka bëhen të mira në fakt. I afrojmë tek ose edhe pak duan që të marrin të ngjyrën e arit dhe të hedhim edhe një dy të tjera. Po, kemi vend në tigan. Po. Asë nuk tham dhe për supën, që sipas dëshirës mund të shtojmë edhe kështu, limon. Tek pjesa e supës, për ta konsumuar limon, ose më pëlqen shumë mua kjo lloj supe edhe me lëng portokalli. Lëng portokalli? Po, bëhet shumë më mirë se pjesa e limonit. Kombinohet shumë lëngu i portokallit me pjesën e kungullit. Se ku kam një pjata, një lilande, ose marrim atë mbrapa. Cilën? Poshtë, atë. Këtë këtu? Këtë. Këtë. Mendoj se është më mirë ajo. Që të heqim këto pjesë. Tani mori vaj ndihmon më mirë vaj tani. Ja kemi gati këto për të nxjerrë. Okej. E shikon edhe vaj nuk thisin këto tani. Një sekret që e kemi, unë të paktën e kam mësuar nga ty. Katë? Po. Limoni, pra, lëngu i limonit në përgatitjen e brumit të petullave, që të shpëtojmë pikërisht nga ajo yndyraj që shpesh na thithin gjatë skuqes. Dhe jo vetëm tek petullat, por ka mësuar edhe tek qoftet. Edhe tek brumi i qofteve, një lugë çaj limon brenda, edhe të njëjtin funksion do të ketë. Pra, i kemi më të thata, më të shkrifta dhe nuk dhe shmangim atë yndyrën që marrin gjatë kohës që nuk marrin yndyrë brenda në brendësi, kjo është... Ajo pra ajo, po shiko, kur bëhen ashtu të yndyrshme, nuk shijojnë më. Nuk shijojnë, jo. Shumë mirë. Besoj do ta presim edhe një përgatitje për ta parë nga brenda, mbasi të mbarojmë me petullat, se nga ky moment kemi dhe rreth 7 minuta kohë deri në orën 10, kështu që ja të shikojmë mos na është bërë dhe kungulli që ta servirim. Me mjartë. Ta hap një herë, një cep e ka pjekur me të shoh nga xhami i furrës, i pjekur më duket mua. Ja do ta shikoj. Po e lëm edhe pak, mbaroj me petullat. Mbaroj me petullat dhe lën momentin e fundit, kemi mjalt këtu. Edhe kemi edhe djathë të shkrirë. Edhe servirë shumë mirë, ose edhe me kos, ose me djathë të shkrirë, ose me çfarë të duan anvisat, bëhet kungull i pjekur, bëhet shumë i mirë. Të heqim edhe këto, të parat. Edhe që të kuptojnë anvisat që nuk thithin vaj, e shikojnë këtu që sa e kemi hedhur, aq kemi vaj. S'kemi harxuar fare. Ja, një tregues. Këtu duket vaj, që neve themi që nuk thithin vaj. Vajnë sa e kemi hedhur, aq që kanë brenda. Me thënë në tigan, kanë ngelur aq sa neve kemi hedhur. I këthim u bën këto, i këthim dhe një herë këto, edhe ishin recetat të shpejta, shikon që edhe ju të dashur anvisa në shtëpi, shiko sa pak kohë harxuam neve, qoftë për supën, qoftë edhe për këto bugaçet, qoftë edhe për petullat, shumë shpejt, me thënë janë gatime të shpejta që nuk duan shumë kohë në kuzhinë. Ka gatime të cilat kemi angazhim të madh në kuzhinë, po ka dhe nga këto lloj gatime të cilat bëhen shumë shpejt. Por janë shumë të shijshme edhe të mira. Do t'i stisësh ti Anila? Që të me thënë? Si ti stisë? Ti stisësh, ti regullosh. Ti stisë kështu. Mirë janë të stisura. Të stisura janë. Do me thënë ta zbukurosh pjatën. Shumë mirë, janë të bukura vetë. Ti servirësh. Unë mendoj të nxjerrim kungullin nga fura. Nga fura.
Të ndajmë dhe një përkatëshe për ta para nga brënda. Të provojmë edhe një petull si kandal. Të shojmë dhe një recetat, pas kemi punë plot. Kanti me ndonë se... është të pjekurë? Ashtu kur pikjet, i hedhim mjalt, i hedhim djatin për para, mjalt, arra, ose në kështu fletza, qëfar të kemi? Akoma edhe nga to, fistik. Dhe me thëmë, qëfar mund të kemi? Nuk është e thënë, ja dhe kajti hequn tani këto se... Okej, dhe a ishë mi aftojëm, të mund? Po, tani nuk i bëjmë tani, gjitha... Tani në fund, ne kemi këtë thikon këtu. Edhe, shiko këto edhe me djath konsumojnë shumë mirë. Po, se në energji ku shkon me djathin, e vërtet. Shkon edhe bëjnë shumë të mira edhe me djath. Kemi dhe djath neve këtu. Po, ne i kemi me të gjitha, po si mbarojmë të gjitha brenda një vakti, dhe do thonë zdonja, te ka i shumë gjëra sa bët ju. Si ku në rëndojnë që gjepi. Ashtu. Jo mirë, leti kënë kështu, nuk e di nga duket si ka një më mirë kështu, ashtu, nuk e di. Bukur. Ja. Që të duket që kemi bërë, do me thënë, me në energjik. Nuk i kemi kështu, kotë më kotë. Atëhere. Qa do hedhim? Të hedhim djath të shkrim? Do të shkash diçka në saj? Po mirë, si të dëshirash ti. Ja, kështu. Ajo, tani. Në është. Shiko, kam mjaft atje poshtë tani. Ta vendosim një sopës këtu, që ta shohim edhe nga afër, që mund ta shoqëroni ja kështu. Këtu, djekjo tani, i hedhim djath, i hedhim mjalt, lutem Anila të marrë pak mjaltin. Djath të shkrirë mjalt edhe kungullin e servirim ashtu, a? Po. Kënqëm. Iva këtu. Se të na mirë kuptoni që nuk e kishim në plan. Ndaj nuk e kemi nxjerrë të gjitha gjërat këtu, ca gjëra i kemi lënë brenda. Po kemi mjalti tani, shi. Që mos të hahet. Po. Prit një qik tani. Edhe dhe ca. Shikoj, jeni pak. Edhe këto. Ka ti po që frymëzim pas ke patur sot? Po jo, të plotësonim. Që është kjo ditë e hanë këshu, ka që produktive nga ty? Po, shiko, kur ke gjërat, i bën. Nuk është se ashtu. Ja, te petu dhe pasaj kemi dhe këto djathin që kemi këshu në të sobëzat. Vogla, po thamë tani hajtë le ti lëmë kështu. Ka një aromë fantastike. E disa e mirë duket? Tani. Me që provoj ti se provoj. Provoje. Ska problem. Ne s'kemi një shije. Shumë e mirë. Më besoni që është shumë e mirë. Shumë e mirë. Të lumë shënduar edhe kungulli bëhet shumë i mirë, bëhet shumë i shishëm, edhe kështu do me thënë një servirje tim me mjalt, me djathin e shkrirë, është fantastike, do me thënë me ara ose me neve faktikisht kemi pasur nga këto fistik këtu. E coptuar, po që janë gati tek në ranzi në fakt, po. Kështu që përziteni vetë, do me thënë me ato që ju ndodhen juve në shtëpi. Kur berni që pregatisni supë, pikni dhe pak kungull, sepse vërtet do të kënaqeni dhe jep një tjetër shije. Të gjitha sot shumë të mira. Ka të lumë duar. Të falenderoj për javën që na e nise kështu, plot me ide dhe me shije shumë të mira. Duke ju kujtuar që sot kemi gatuar me produktet në ranci, ky është rezultati i pjatave që vjen pikërisht, siç dhe Kati tha, kur ke gjëra në shtëpi, do gatuash dhe do krijosh, ndaj dhe ne ju sugjerojmë që të provoni të gatuani njësoj si ne, që të keni këtë rezultat në kuzhinën tuaj. Jo të gjitha në një ditë. Jo të gjitha, sigurisht jo të gjitha në një ditë. Pak një ditë e pak një ditë tjetër. Pak një ditë. Kur kemi këtë supën, thash, ajde, e bëjmë këtë, e pjekim. Bëjmë pak edhe e pjekim, sepse servirim supën, servirim e pak ëmbëlsirë. Faleminderit. Faleminderit e dashur, kënaqësi me ide të reja dhe me shije plot në këndin e gatimit nga duart e Katerinës, të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit e dashur. Faleminderit e ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina miropafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Dhe më takojmë nesër këtu me receta të reja. Tjetër që po, nesër që në mëngjes. Tani është koha e një shkëputjeje reklamash dhe ne kthehemi.